kolegë të nderuar të pak që jeni në këtë sallë, meqense ka qenë e udhës që në fakt në 8 mars Kuvendi organizonte aktivitete dhe nuk patëm mundësi që diskutonim për 2-3 elementë dhe çështje që lidhen edhe me 8 marsin e zonjave shqiptare. Unë doja të thoja 2 fjalë në këtë seancë që mund të jetë e fundit të këtij sesioni për sa i përket komunikimit me qytetarët. Si e përktheu 8 marsin qeveria? Me këngë, me valle, me festa, si e përjetojnë gratë shqiptare, me pasiguri ekonomike, me mungesë të drejtash, me dhunë në rritje, me feminicid. Ky është paradoksi i madh që jeton sot në një sallë me gëzim e në një sallë me hidhrim. Ironikisht, qeveria heshti për problemet reale që prekin gratë dhe vajzat në një ambient gjithmonë më toksik, më armiqësor ndaj drejtave të tyre. Madje akoma më keq, u çudita nga skenat që e pikturonin Kim Jong-un e Shqipërisë me zonjave që e adhuronin atë deri në skepticizëm, duke e trajtuar 8 marsin jo si një ditë reflektimi, angazhimi dhe përgjegjshmërie politike, edhe për krizën ekonomike dhe sociale të grave dhe të vajzave, po si një shfaqje propagandistike për të glorifikuar pushtetin. E vërteta e zonjave dhe vajzave shqiptare sot është e hidhur. 1 në 3 gra është pa punë ose e detyruar të largohet nga vendi. 350 milionë euro mungojnë ekonominë shqiptare për shkak të pabarazisë në paga. 80% të punësuarve me pagë minimale janë gra. 17 gra dhe vajza janë vrarë në vit me vitin rekord 2021, ku mbi 20 viktima numërohen. Çmimet janë rritur pa kontroll, ndërkohë që gratë mbajnë peshën më të madhe të familjes me më pak të ardhura dhe me më shumë përgjegjësi. Janë 771.000 gra me fëmijë, shumica në moshën 24 deri 44 vjeç, të cilave qeveria nuk u jep asnjë ndihmë dhe asnjë përkrahje nga buxheti i shtetit. Me 8 mars sigurisht i ofroi festën e radhës. Në të vërtetë, propaganda ka qenë vetmja armë e kësaj qeverie për të mbuluar dështimet e saj, sepse realiteti i zonjave dhe vajzave në Shqipëri ka qenë tragjik. Akoma më tragjik është fakti që qeveria nuk ka asnjë plan, asnjë strategji, asnjë reagim për të ndaluar këtë shkarje sociale. Shkalla e shkollimit të vajzave dhe grave është ulur, është më e ulët se 2011-a. Numri i zonjave analfabete funksionale është rritur, veçanërisht në zonat rurale. Shqiptarët po largohen më shumë se kurrë, jo vetëm burrat, po fatkeqësisht kësaj radhe emigrimi ka prekur dhe gratë dhe vajzat. Dhe kur shohin pas një vend shkretuar, një vend që zbrazet, një vend nga cilin të gjithë largohet, sigurisht që sot askush nuk ka çudi, sepse 1/3 e popullsisë janë pensionistë. Gratë e Shqipërisë nuk janë për numra, nuk janë as për propagandë, nuk janë as për fasadë, ato nuk janë as dekor për fushata qeveritare, ato janë forca që e mban Shqipërinë këmbë, po qeveria fatkeqësisht i ka lënë jashtë dore. Ka ardhur koha që të kemi një ndryshim të vërtet, një ekonomi që jep mundësi reale atyre, jo paga minimale, një qeveri që i mbron dhe jo që hesht, një politik që i fuqizon gratë dhe jo që i përdor ato për tituj, për media, një politik që i bën ato vendimarrëse e jo t'i përdor ato thjesht numra për të ngritur kartonat. Kështu që në këtë mbyllje të këtij sesioni un kam një thirrje për gjithë zonjat e gratë, për te numrave e shifrave që ofron politika, për të qenë reale, të forta, për të qenë zëra publik, për t'ia dalë edhe mbi kuotat, sepse gratë janë zonjat, çdo gjë e bëjnë më mirë, edhe përfaqësimin politik. Faleminderit.